Për pengim të zbatimit të ligjit për përdorimin e gjuhëve në kundërshtim me nenin 7 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe nenet 1, 2, 3 dhe 9 të ligjit për përdorimin e gjuhëve, të cilat e njohin gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare krahas maqedonishtës dhe detyrojnë institucionet shtetërore të sigurojnë përdorimin e gjuhës zyrtare të palëve në procedurat dhe dokumentet zyrtare. Së dyti, për mos zbatim të detyrave zyrtare në dëm të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve shqiptar, në kundërshtim me nenin 9 të Kushtetutës, barazia e qytetarëve para ligjit dhe nenin 353 të Kodit Penal, keqpërdorimi i detyrës dhe autorizimit zyrtar. Refuzimi për të organizuar dhe mbajtur provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe cënon drejt për drejt të drejtën e përdorimit të gjuhës zyrtare në procedurat para institucioneve. Së treti, këto veprime përbëjnë cënim të barazisë së qytetarëve sipas nenit 137 të Kodit Penal dhe janë në kundërshtim me dispozitat e ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, i cili ndalon çdo formë diskriminimi mbi bazë gjuhe dhe përkatësie etnike.